Internacionale Demokrate e Qendrës, pjesës së cilës janë 108 parti politike, është e para organizatë ndërkombëtare që mbështet qëndrimin e PD-s për zgjedhjen 11 maj, duke miratuar një rezolut ku përfshihen të gjitha shqetësimet e opozitës për këtë proces. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli para gazetarëve për të lexuar dokumentin e miratuar dje, ku dënohet përdorimi i burimeve shtetërore në favor të Partisë Socialiste, dënohet friksimi i votuesve e kapja e shtetit. CDI-IDC bën thirrje autoriteteve shqiptare që të krijojë një qeveri teknike kujdestare për të mbikëqyrë reformat drejtbëres dhe për të përgatitur zgjedhje të reja. Berisha sqaroi edhe një herë gjatë konferencës me gazetarë se Partia Demokratike do të mbështesë kandidatët e saj që kërkojnë hapjen e kutive. Ata nuk do të humbasin kohën, t'i paraqesin ato që kanë paraqit të kas, t'i paraqesin pranë përfaqësuesve tanë në KQZ, që përfaqësuesit tanë për qarqet që janë marrë vendimet për vlefshmëri apo pa vlefshmëri, të procedojnë me shqetësimet e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha mbështeti kërkesën e Gazmend Bardhit drejtuar presidentit të Republikës, ku pretendohet se këshilltari i kryetarit të shtetit Ilir Rusmaili nuk mund të jetë edhe antar i komisionit të ankesave në KQZ. Që këshilltarit të presidentit të Republikës nuk i lejohet asnjë detyrë tjetër, kjo është e sanksionuar në ligj. Dhe që presidenti e shkel me dy këmbë të ligjin, në rast se mban këshilltarin që punon dhe në kas, vetë kuptohet. Të hënën kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha do të shkojë në Bruksel për të marrë pjesë në Asamblen Politike të Partisë Popullore Evropiane, ku do të përpiqet të bindë partitë e djathta se procesi 11 majit ishte i parregullt e nuk duhet të njihet nga komuniteti ndërkombëtar.